Mosmarrëveshjet e partnerëve të koalicionit, funksionimi i këtillë qeverisë me dy parti që mbajnë qëndrime diametralisht të kundërta për çështje të rëndësishme, është me pasoja në kurriz të qytetarëve. Kështu vlerësojnë analistët Albert Musliu dhe Gjyner Ismail. Ky i fundit vlerëson se polemika e fundit e partnerëve të koalicionit është e rreme dhe se qytetarët në shtator do të fillojnë të kërkojnë llogari për këtë politikë të gabuar. Populli pret përgjigje për shumë çështje dhe ato pyetje tashmë kanë filluar t'i parashtrojnë. Ata do të vinë në renditën e fundit të shtatorit, kur populli do ta dërgojë fëmijën në shkollë, kur do të paguajë faturat, të përgatisë turshit. Në këto pyetje, kjo polemike rreme mes VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s nuk ka përgjigje. Ka deklaratë se çdo njëri prej tyre shumë e do popullin e vet. Njeriu që më së shumti e deshi popullin e vet përfundoi në Hag, dhe në Ballkan shumica prej tyre që i do popujt e tyre ashtu përfundojnë. Vendi digjet ndërsa këto krihen dhe krijojnë polemik rreth çështjeve të cilat nuk mund të zgjidhen në moment kur në shtet ka situata më urgjente. Lidhur me vizitën e kryeministrit Nikola Gruevski në SBA dhe Kanada, në periudhën kur vendi ndodhet në krizë politike, Ismail shprehet me qëndrim të prerë. Në situata të tilla kritike, ai gjithmonë nuk është këtu. Gjithmonë ose është në VC ose në Amerikë e Kanada. Ndërkohë analisti politik Albert Musliu vlerëson se populli ngelet si viktimë e mosmarrëveshjeve të subjekteve politike dhe imponohet të merret me këtë çështje me qëllim që të defokusohet nga problemet e vërteta ekonomike. Po gjithsesi pasojat e veprimeve të politikanëve prap do të binë në shpinën e qytetarëve. Gjithsesi qëndrimet finale përfundimtare duhet të vijnë më shpejt, nga se ne si qytetarë tash jemi edhe viktimë edhe jemi obliguar të ngarkohemi me problemin që e kanë partnerët e koalicionit, edhe nuk mund të përqendrohemi si qytetarë dhe si publik në temat që kanë relevancë edhe për qytetarët. Ato është shtrëngimet konstante, problemet ekonomike, sociale e kështu me radhë. Raportet e partnerëve të koalicionit VMRO, DPMNE dhe BDI uftohen që nga nderimi dëshmorëve të UÇK-s nga ana e ministrave dhe oficerëve të ARM-s dhe vendimi i VMRO DPMNE-s të miratojë ligjin e branitellave, i cili tashmë është në procedurë parlamentare.